Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, në salë jemi të pranishëm 93 deputet. Para se të fillojmë me seancën konstitutive, për cilën kemi quorum, dje kemi marrë lajmin se ka ndruar jetë personaliteti i skenës politike të Kosovës, zoti Bujar Bukoshi, i cili në vitet 90 ka qenë edhe ish kryeministër i qeverisë së Kosovës në ekzil. Familjes, qytetarëve, u shprehim mbështellime të thella dhe ju ftoj që ta nderojmë me 1 minutë heshtje. Vazhdojmë të pika e 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Ftoj PDK-n, propozoj një deputet parantar të këtij komisioni. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet parantar të këtij komisioni. Ftoj listën serbe të propozoj një deputet parantar të këtij komisioni. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një deputet parantar të këtij komisioni. Me që nuk ka propozime, lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? 52 deputet kanë votuar për, kundër nuk ka asnjë, abstenim nuk ka asnjë, nuk kemi quorum, atëherë ndërpritet seanca dhe shihemi me 13 qershor në orën 11.